Në një kohë kur disa prej bashkive në Shqipëri e kanë nisur sezonin turistik, Shkodra duket se nuk është ende gati. Problematika që duhet të zgjidhen janë emergjente dhe nga kryesa e Komitetit Rajonal për Zhvillimin e Turizmit, prefektja Majlinda Angoni renditi disa prej tyre të cilësuara emergjente. Pastërtia, niveli i zhurmave dhe menaxhimi i trafikut janë vetëm disa prej tyre. Ne jemi përpara disa sfidave që na duhet të përballojmë në këtë vit. Menaxhimin e trafikut gjatë sezonit, sidomos në Bashkinë e Shkodër, ku kemi edhe një situatë të punimeve në rrugë. Një problematik e hasun dhe që na ve prap përpara përgjegjësive është edhe niveli i zhurmave përtej limiteve, sidomos fokusuar në zonat urbane, po ashtu në zonat e plazhit. Pastërtia, kusht i domosdoshëm, nuk duhet të ekzistojë asnjë pikë inertesh, plera, pa pastërti të derdhura jashtë kazaneve. Pra kërkoj në mënyrë të rreptë dhe masa drastike për sa i përket higjienës, pastërtisë dhe firmave kontraktuese në përballimin e këtyre situatave. Mos bëhemi prallë dhe të kemi rast që turistat krahas bukurive natyrore të na nxjerrin edhe mbetjet e shpërndame në çdo anë. Via bregdetare dhe ajo liçenore duhet të garantojë siguri për pushuesit dhe në këtë pikë, masat përvrojtuesit dhe largimi mjeteve lundruese jashtë standardeve janë dy zgjidhjet e para. Mungesa e vrojtuesve në pikat e plazheve metet akoma një problematik që bata dhe rrezik për jetën e njerëzve. Një problematik tjetër është ushtrimi i aktivitetit të turizmit detar me mjete lundruese jashtë standardeve. Sidomos këtu kemi problematik Komanin. Deri tani jemi në të fazën që bashkia na ka sjell një projekt për këto korridoret e lëvizjes së mjeteve lundruese dhe për vendqëndrimet, si edhe për zonat e notimit e tjera që janë të përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave. Si vjet ka është shtuar dhe një korridor, të themi të drejtën është nga ai projekt janë shumë afër dhe mund që janë tek zona më ngarkuar ose më e populluar e pushuesve që do na krijoj pak probleme, megjithatë shpresoj që nga ana e bashkisë të rishikohet ky problem. Numri i aplikimeve për Bashkinë Shkodër për të pajisur me stacion plazhi ka qenë diku te 133, miratuar paraprakisht janë 65 dhe refuzuar për mos plotësim të kriterit kryesor që është struktura akomoduese janë refuzuar pjesa tjetër. Gjithashtu edhe si vjet nuk do miratohet asnjë parcel që nuk ka vrojtuesin e certifikuar. Nënkryetaret e bashkive bashkë me pasqyrimin e situatës nuk fshehen as kritikat. Numri 2 bashkisë së Pukës Ferit Ringaj shënjestroi qeverin për lënje pasdore të kësaj zone, ku në 2 vite nuk është dhënë asnjë investim. Puka realisht ne jemi për nga pikpamja mbështetjes me financime nga qeveria sa i përket projektet të ndryshme që janë lidhur ngushtësisht me infrastrukturën, thuajse janë zero. Po bën 2 vite që absolutisht nuk kemi asnjë investim as në aksa rrugore, as në çështje tjera, as në infrastrukturë tjetër që i takon energjia apo shërbime tjera të sjelljes së tjerë më radh. Puka do një vëmendje, realisht mos lën ato projekte në përsëritarët e ministrisë dhe drejtorive të ndryshme në qendër duke i marrë qytetar, por as sa mundur edhe ne të marrim atë pjesën që na takon, sepse ne shërbimin ndaj qytetarëve dhe të ngjallim edhe shpresën të ato njerëz që mos braktisën, se boll ashtu braktisën, por mos braktisën pa kërkojë edhe premisa që po bëhet dhe kena mundësi që për të tërhequr. Është në hartime sipër një rregullore të përdorimit të plazhit publik, i cili do t'i ndërgjegjësojnë edhe qytetarët për sa i përket mënyrës se si do përdoret plazhi publik dhe kriteret që duhet respektuar nga qytetarët në funksion marrëvajtjes. Stimulojmë me kapacitete njerëzore dhe kapacitete mekanike e financiare, qoftë për pastrimin, qoftë për mbajtjen e një midisi sa më të pastër, sa më të kulturshëm. Po kështu edhe për energjinë elektrike jemi munduar deri tani bashkë me OSHE-n që të vendosim linjat e duhur, por ne kemi fakt problematika të cilat besoj se mund të kapërcehen pa një punë të mirë që do të kenë strukturat e elektrikut. Gjej rastin pak Bashkinë Shkodër t'ju kërkoj të na vinë pak në ndihmë për mbetjet e bizneseve të Lomit Shalës, siç dihet problematika, taksat janë në Shkodër, pastrimi bëhet
na animoni pak. Shkodra si një qark me turizëm të ndërthurur për zonat malore, shqetësim vijon të ketë mungesën e energjisë elektrike, ku më e prekur mbetet Malësia Madhe me Lëpushën, Vermoshin, Razmën e të tjerë.